Pasi kam bri landa në Prishtinë me 2014, seanca e parë është mbajt në vitin me 3 mars 2021. Deri në atë kohë nuk ka ndodhur me gjykat, kur që s'ka ndodhur. Kemi pas disa takime me pronarin, edhe njëherë kemi fillu me thirr, me u taku, por s'kemi mujtë mu marrë vesh asnjëherë. Bashkëshorti i Gjevahirës, Sami Mustafa, do ndërronte jetë pa marrë kjo lëndë një epilog. Ka ndiku shumë keq të ne, sidomos ka ndiku keq në burrin tim. Ai kërkonte gjithnjë që të jeton banesën e vet, të vdes në banesën e vet, mirëpo ajo dëshirë nuk ju plotësu dhe ne nuk ishim në gjendje as të vorrosim në vendlindje për shkak të papërgjegjësisë investuesit, për shkak të egoizmit të tij. Kështu që u detyruam të vorrosim në Gjermani, se në atë kohë ishte edhe koha e pandemisë, kulminacioni i pandemisë, ku nuk mujtëm as me gjetë banesë me qira, për me pru kufomën, për me i krye ato obligimet mortore. Kjo ka ndiku mas shumë të. Për përfundim të punimeve, familja Mustafa thot se ishin munduar të bënin një marrëveshje tjetër në vitin 2015. Sipas tyre, Gorani kishte kërkuar që familja ta përkrate në përfundim të punimeve, por me kërkesën që këta të fundit të heqnin dorë nga pretendimet për kompenzim. Familja Mustafa thot se kishin ofruar mbështetjen e tyre për përfundimin e punimeve, por jo të heqin dorë nga kompenzimi. Megjithatë, në përpjekjet për një marrëveshje, familja thot se ishin pajtuar që të olnin vlerën e kompenzimit dhe investimit që ata kishin bërë në objekt, por që ndërtuesi Gorani ka refuzuar.